Mësimi më i madh që duhet ta nxjerrim gjithë është që 9 shkurti dhe 28 dhjetori të mos përsëritet në kuptimin e mosarritjes bashkëpunimit, mosarritjes marrëveshjeve, mosbatimit të vullnetit qytetar për zgjedhjet. Tani jemi në bashkëpunim me partinë e parë, jemi të bisedu për ndërtu një marrëveshje funksionale në interes të agjendës së Republikës, ende jemi në nivelin e diskutimeve lidhur me parimet funksionimit një bashkëpunimi, cili do t'jetë i qëndrueshëm, do t'jetë vendi stabilitet e normalitet, sot do të konstruohet kuvendi sipas rezultatit zgjedhor. Praktikisht marrëveshjet e arritur për këtë nuk ka edhe nuk ka pas nevojë me insistu më shumë. Me që jemi në binarin e parë të punu për një marrëveshje politike, sot zbatimi i rezultatit zgjedhor në konstruimin e kuvendit jam mundësi që të funksionalizohet kuvendi në këtë fazë dhe LDK të vazhdon të bashkëpunon në arritjen e një marrëveshje. Nuk ka çështje që në këtë fazë na dallojnë shumë, sa i përket politikave sektoriale, agjendës, proceseve politike, nuk është bisedu shumë, nuk është bisedu në detaje. Jemi ende në nivelin e diskutimit të parimeve, bazë, në cilat në 3 takimet e para dhe në takimet tjera po bisedohet realisht për këtë çështje. Ndarja përgjegjësive shkretë e fundit është më rëndësi që të ketë vullnet mirë. Kodi i kushtetutës sonë është bashkëpunimi. Bashkëpunimi është vlerë, nuk është dobësi. Deri tash ne kemi pasur që refuzimi i bashkëpunimit e arritjes një marrëveshje ka qenë më shumë kokëforci politike për një agjendë, për një qëllim politik se sa diçka tjetër, por është përballu, besoj që mësimet e nxjerrura kanë më na ndihmuar krejtëve me kalu sa më shpejt. Përmendet kokëforcin, po a ka besim në këto diskutime që po bën në këto takime, pasi po thuhet vazhdimisht që mungon ai besimi kryesor që të arrihet marrëveshja më shpejt. Natyrisht është proces politik, nuk është akt. Edhe arritja një marrëveshje është një proces, ndërtimi i besimit, rikthimi i besimit është proces politik, nuk mund ndodhë në formë tjetër. LDK ka dëshmuar që me gjithë ata që ka bashkëpunuar, me gjithë ka bashkëpunuar në Kosovë, edhe në raport opozitar, edhe në bashkëqeverisje, edhe në nivele tjera, ne jemi sjell korrekt, jemi sjell parimor. Kemi arrit qëllime politike, kur është humbë besimi, kanë organizu mos besim, mosion, dhe kemi kuptuar, kemi përballu çdo proces politik bashk. Ka koha që ndërtohet normalitet dhe stabilitet në këtë Republikë. Këto zgjedhje 19 si legjislatur, ndoshta është simbolika më e mirë që më tregu që një renditje e numrave është edhe e nishave si numra është diçka që i rëndon edhe punët tona, edhe kërkesat qytetare që të stabilizohet institucionit, normalizohet jeta në Kosovë.